momentin më parë ka reaguar kundër një veprimi. E pas reagimin edhe nga shoqëria civile, inspektorëziu udhëheqësi i demokratizimit. Kishte reaguar thotë shef mendoj se nëse don me klasa politike e Kosovës, nëse don me pas veprime vërteta juridike duhet me njeh procedurë, sepse demokracia është procedurë, nuk është tek. E dihet që KQZ-ja është edhe për tek procedurës. Nuk është KQZ-ja, nuk është KQZ-ja ajo që mundet me nalë se mas me nalë dikon më certifiku. Atëherë pse po bëhet kjo? Populizëm. Nëse vetë vendosja nuk e don listën serbe në zgjedhje. Nuk e don listën serbe në skenë politike. E merr një vendim qeveri thot lista serbe shpallet, qeveria e Republikës Kosovës e shpall listën serbe organizat terroriste. Edhe ka kryen. Kjo procedurë provu dhe i dihet epilogu. Edhe zgjedhjet nacionale, edhe zgjedhjet lokale, u përsërit njëjtë procedurë, shkoi në instanca, u kthy si vendim i detyrueshëm ligjor. Gashi, ju do thotë lavdoni qëndrimin abstenues të përfaqësuesit politik të partisë tuaj në KQZ, lidhur me këtë vendimin mbi listën serbe. Sepse ka abstenim, 6 vota në abstenim, 2 pro, 2 kundër. Sa ora ka ndodhur se s'kam pas? Sot ka ndodhur. Kesh një varrim në para pak minuta. Nuk e kompo, nuk e di. Ka 6 vota kundër, ka 6 vota abstenuese. Do të a s'është ky qendrim politik? Dhe abstenimi o qendrim politik? Po krejt qendrime politike janë. Edhe mos pjesëmarrja në votim me qendrim politik. Edhe votimi kundër është. Po qendrim politik. Edhe veprimi për ata krejt përfaqësues politik aty. Prandaj a mund populizëm për ty ose jo? Për mund nuk është populizëm, është qendrim, mendon që mund të pasë qendrim pa efekt. Do më vota vota kundër, vota pro, vota kundër, vota abstenimi. Këtu pajtohem me zotin Gashi që këtë film e kena pa. Në fundament, këtu kur jemi në debat, me ty Gash dhe me ty Gash. Po me ty Gash e kam pyetjen që ta nxjerrim edhe esencën e debatit. A duhet shpallët organizat terroriste ose jo? Po, tjetër që po. Po. Atëherë pse po e thu që ka pasur gabim vetëvendosja aty në... Po s'është procedura aty ku duhet të zgjedhë. Është organizat terroriste me vendim presion politik. Po jo, presion politik. Është një formë presionit politik. Veç populizëm. Debaza është populizëm.